Zbardhen detaje nga aksioni i spakut lidhur me motrat Giovanna e Alda Nikolli para ditën e 28 marsit në Elbasan. Burime nga policia bën me dije se gjykata e posaçme kishte urdhëruar kontroll në banesën e tyre, si dhe në shtëpinë e prindërve, po në qytetin e Elbasanit. Po ashtu, është urdhëruar sekuestrimi i celularëve. Kontrollet u kryen për shkak se nga shpërtimi i një sasie tritoli në derën e apartamentit ku jetonin motrat Nikolli 9 muaj më parë, humbi jetën fshinji e tyre Eneja Thomaraj, një person pa asnjë rekord penal. News 24 ka mësuar detajet e aksionit që nisi që në orët e para të mëngjesit të së premtes, kur skuadra e posaçme operacionale nisi vëzhgimin e 2 motrave dhe të babait të tyre. Në momentin që ata u ngjitën në një automjet BMW X1 që drejtohej nga babai i tyre, mësohet se forcat e policisë i prenë në rrugën dhe informuan se ndaj tyre kishte një urdhër gjykate për kontrollin e banesave. Burimet thanë se Giovanna dhe Alda Nikolli, si dhe babait të tyre, ju sekuestrua celulari. Më pas ata u shoqërua në banesat përkatëse, ku edhe u ushtrua kontrolli. Të njëjtat burime konfirmuan se motrat Nikolli gjatë kontrollit hodhën akuza ndaj të penduarit të drejtësisë Nuredin Dumani, duke e akuzuar si porositës të ngjarjes. Spak ka dyshime të forta se Giovanna Nikolli, e fejuara e të penduarit të drejtësisë, Amarildo Nikolli dhe motra e saj Alda, që ishte në një lidhje me Nuredin Dumanin, kanë ndjeni se kush është personi që ka vendosur tritolin në derën e apartamentit të tyre, e po ashtu për emrin e urdhëruesit. Shpërtimi në katin e 4 të pallatit në lagjen Haxhias të Elbasanit, ku banonin motrat Nikolli, ndodhi më 14 korrik 2024. Nga shpërthimi, dera e familjes Thomaraj u shemb duke lënë të plagosur djalin e madh Enejan, i cili ndroi jetë pas 4 muajsh në spitalin e traumës.